Është mbajtur sot një takim me ekspertë të mjedisit me temë zonat e mbrojtura ka rëndësi, avokim për ruajtjen e natyrës në Shqipëri. Ky projekt kishte si qëllim ngritjen e një grupi veprimi për mbrojtjen e zonës Bunvelipoj dhe të forcojë rolin e shoqërisë civile në mbrojtjen e biodiversitetit unik të Shqipërisë dhe të nxjisë një qeverisje më të mirë të zonave të mbrojtura përmes avokimit, transparencës dhe pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse. Kemi shumë problematika të theksuara, jo vetëm për zonat e mbrojtura. Në tërësi mjedisi në Shqipëri ka shumë problematika, po e them në formë të përgjithshme, por çdo kush nga ne haset çdo ditë me këto qasje drejt për drejt. Mund të përmendim këtu presionin nga ndërtimet, konkretisht për zonat e mbrojtura, presionin nga ndërtimet dhe aktiviteti ekonomik të pakontrolluara, mungesa e zbatimit të ligjit. Kjo iniciativë kërkon që të bashkojë organizatat mjedisore, ekspert ligjor dhe të përfaqësuesit e medias për të punuar së bashku në ruajtjen e natyrës dhe përmirësimin e llogaridhënies publike. Ky takim shënon gjithashtu hapjen e sesionit të parë të workshopeve me qëllim identifikimin e problematikave që hasen në menaxhimin e resurseve natyrore, si dhe për të fuqizuar angazhimin në monitorimin dhe avokimin mjedisor.